Сейчас ситуация поменялась. Они вот сейчас такие, которые есть. Решать. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se përpjekja e NATO-s për të rritur shpenzimet për mbrojtjen nuk është një kërcënim për Rusinë. Kjo deklaratë e bërë gjatë një konference për mediat në orët e vona të 18 qershorit vjen disa ditë para se aleanca të nënshkruajë një plan për të forcuar kapacitetet e saj ushtarake në mbar Europën. Udhëheqësi rus deklaroi po ashtu se trupat e tij nuk do të ndalojnë avancimin në Ukrainë. Немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять Таурусами. Что это значит? Ne nuk e konsiderojmë asnjëri armatose nga NATO si kërcënim dhe Federatës Ruse, sepse ne mund të garantojmë vetë sigurinë tonë. Rusia po modernizon vazhdimisht forcat e armatosura dhe kapacitetet mbrojtëse. Nuk ka asnjë kuptim që NATO të shpenzojë më shumë para për armë. Megjithatë, Putin e pranoi se nëse shtetet e NATO-s do të shpenzonin më shumë, kjo do të krijonte disa sfida të veçanta për Rusinë. Ne do t'i përgjigjemi të gjitha kërcënimeve që do të paraqiten, shtoi shefi i Kremlinit. Aleanca ushtarake perëndimore do të mbajë një samit të rëndësishëm në Hag javën e ardhshme ku shtetet anëtare të NATO-s do të diskutojnë për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, teksa presidenti amerikan Donald Trump vazhdimisht kërkon që anëtarët e aleancës të rrisin shpenzimet. Putin deklaroi se është i gatshëm të takohet me homologun e tij Ukraina Zelenski, por vetëm në fazën finale të negociatave për t'i dhënë fund konfliktit 3 vjeçar. Putin po ashtu sugjeroi se Zelenski nuk ka të drejtë të nënshkruajë ndonjë marrëveshje paqeje, pasi tha se i ka skaduar mandati 5 vjeçar si president. Сказал о том, что сейчас в деталях не буду вдаваться.